Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Jeni me mua Mateo Kadrion dhe sot kemi një episod paksa më ndryshe. Për shkak të Global Entrepreneurship Week Albania 2025, sot kemi në studio dy startupe që po bëjnë gjëra shumë interesante në teknologji këtu në Shqipëri. Mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me të ftuarin e parë. Atëherë, për startupin e parë kemi Uno Robotics dhe për të na treguar më shumë rreth gjithë kësaj, sot është me ne Frajdi Zyla. Frajdi, mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Okej, përpara se të futemi te teknologjia, na flit pak për veten, sa vjeç je, me çfarë merresh dhe si ka nisur lidhja jote me teknologjinë. Atëherë, unë jam 22 vjeç, lidhja ime me teknologjinë ka filluar që në gjimnaz, pasi si unë bashkë me ortakët e mi kemi shkuar në gjimnazin profesional të Harry Fullsit. Aty mund të themi që nisi pëlqimet tona të para për teknologjinë, robotikën dhe programimin. Dhe nga aty pastaj kemi vazhduar si edhe në universitet, unë po mbaroj për inxhinieri mekatronike në vitin e fundit. Dhe gjithashtu paralelisht jam edhe së bashku me ortakët e mi duke drejtuar një startup të quajtur Uno Robotics. Super. Cili ka qenë ai momenti kur ke thënë, "Ok, kjo është rruga ime, dua të merrem me robotik, me gjëra që lëvizin, matin dhe monitorojnë." Dua të them ka qenë nga fundi i gjimnazit, aty kishim edhe mundësinë që edhe të praktikonim, si thua, njohuritë që merrnim, të praktikonim fizikisht në projekte ndryshme jashtëshkollore dhe nga, si thua, një angazhim që ne bënim pas shkollës, aty filloi lindi dëshira duke u rritur gjithmonë më tepër. Kuptoj. Na trego pak çfarë është startupi Uno Robotics sot, si është përshkruan ekipin dhe atë që bëni ju. Atëherë, Uno Robotics është një startup që operon në fushën e robotikës, teknologjisë informacionit dhe programimit. Produktet tona kryesisht janë prototipe robotike që ndihmojnë në automatizimin e fushave të ndryshme, si gjithashtu edhe në fushën e IoT, Internet of Things, të cilën ne bëjmë monitorime të ndryshme me sensorë të ndryshëm të sistemeve ekzistuese industriale. Kuptoj. Për kë janë zgjidhjet e juaja? Cilët njerëz ose biznese ju kërkojnë më shumë? Më së shumti janë bizneset të cilët kanë sisteme ekzistuese të automatizuara ose jo dhe kanë nevojë për një monitorim në distancë për sa i përket pjesës së IoT-s. Mund të përmendim për shembull sistemet e ngrohje ftojes, të cilat kanë nevojë për monitorim për temperaturave të ndryshme, a janë eficiente sa duhet e të tjerë të tjerë. Gjithashtu edhe monitorim të dhomave të ndryshme ku mund të përmendim dhomat pajisjeve mjekësore ose dhoma të ndryshme të cilët kanë nevojë të monitorojnë temperaturën, tymin, lagështinë për të pasur kushte sa më optimale të punës. Kuptoj. Ju keni zhvilluar dhe një robot apo jo? Çfarë bën konkretisht ky roboti dhe pse është i rëndësishëm? Roboti jon quhet MTB ose gjatë makina tërheqëse bujësore. Është një robot të cilët ne po punojmë dhe projektojmë që të jetë zëvendësimi i traktorëve tradicional të cilët janë sot në përfusha. Deri më tani ne kemi arritur të bëjmë një prototip, gjerasin falenderoj edhe agjensinë e startupeve të cilët për ndihmën e madhe që ata na kanë dhënë edhe nëpërmjet të grantit të startupeve. Ky robot do të zëvendësoj traktorin dhe do të bëjë në mënyrë autonome të gjitha punët që kanë nevojë të bëhet fusha, siç mund të jetë plugimi, frezimi, shpërndarja e farave e të tjerë. Kuptoj, shumë interesante. Si mund ta përdorë një fermer në terren për shembull? A është autonom, komandohet me telekomand apo? Për momentin jemi në fazën që kjo telekomandohet në distancë me anë të sensorëve të ndryshëm dhe kamerave, po ndihmojnë fermerin që edhe ai të di se çfarë punë është duke bërë, sa mirë është duke u bërë, pasi edhe fusha ka dhe atë pjesën e vet që duhet ta shikosh se çfarë je duke bërë. Dhe ne po luftojmë që ky robot të bëhet autonom, në mënyrë që ai ta nisë një punë dhe ta përfundojë vetë deri në fund, dhe në fund të gjenerojë dhe si thua një tip raporti të punës që ka bërë me foto, video e të tjerë. Po. Si e kanë pritur idenë në një robot bujësor këtu në Shqipëri? Janë entuziast, skeptik apo një miks? Do thoja shumë një miks. Ka pasur entuziazëm patjetër kur kemi prezantuar idenë, janë mahnitur le të themi, por nga që bujësia është një nga ato fusha që teknologjia ende nuk është futur shumë thellë brenda tyre dhe e shikojnë një gjë shumë të largët, po besoja që është një entuziazëm për mirë. Por avash me kalimin e kohës edhe ata do ta përqafojnë teknologjinë me të gjithë mirët e saj, besoj. Kuptoj. Shumë interesant është roboti. Tani le të kalojmë pak tek Internet of Things.
Një pjesë e madhe së punës suaj është Internet of Things, apo jo? Për ndjekësit që nuk e kanë shumë qartë, si do ta shpjegosh në mënyrën më thjeshtë se çfarë është Internet of Things dhe pse i duhet një biznesi? Internet of Things me fjalë të thjeshta është të monitorosh çdo gjë nëpërmjet telefonit tënd ose laptopit ose kompjuterit, kudo ndodhet ajo që ti do të monitorosh ose çfarëdo lloj gjëje që është. Matja kryesore që ne bëjmë është temperatura dhe lagështia, që mund të masësh dhoma të ndryshme të cilët kanë nevojë për parametra specifik në të cilën të operojmë për punën që duhet bëhet. Dhe ti këto i monitoron nëpërmjet telefonit tënd dhe nëpërmjet alarmeve kur arrin disa vlera që i përcakton ti, mund të marrësh një lajmërim, diçka që të shkosh dhe të rregullosh diçka. Po. Keni ndonjë rast konkret kur një nga sistemet e juaja kanë funksionuar siç duhet? Raste konkrete mund të them se ne kemi pasur me sistemet e ngrohje ftojes specifikisht me kaldajat, të cilët kanë të pasur nevojë për monitorimin e temperaturës tubave ku rrjedh ujë. Pasi nëpërmjet tyre matjeve mund të nxirret edhe një eficiencë kaldajes, që kjo kaldajë funksionon mirë apo jo, po punon me eficiencën e duhur apo jo. Por edhe gjithashtu të shikosh edhe dhomat të cilët ajo kaldaja po ngroh apo ngrohen apo jo, që mund të detektosh një gabim, një problem, një defekt që mund të ketë. Kuptoj. Ju madje bëni edhe bateri custom apo jo? Kush i kërkon to zgjidhje dhe për çfarë përdoren? Një sektor tjetër që ne kemi është i baterive, patjetër. Aty ne jemi të specializuar kryesisht me bateritë e litiumit. Këto bateri kryesisht ne kemi, si të thuash, dy qëllime dhe persona të cilët ne ndihmojmë. Të parat janë të gjithë ata që kanë nevojë për një bateri për mjete elektrike, siç janë shtuar shumë në Tiranë të kohët e fundit dhe motorrat elektrik, monopatinat e të tjerë. Gjithashtu ne bëjmë të bateri të specializuara për panelet, për sistemet e paneleve diellore, sistemeve rezervë që mblidhet energjia diellore dhe inverterave të ndryshëm. Kuptoj. Po cili është ndryshimi më i madh mes një baterie të bërë nga ju dhe një që vjen e gatshme nga jashtë? Problemi me bateritë që vijnë nga jashtë është nga që ti nuk është se ke shumë kontroll mbi cilësinë e baterisë që ajo ka brenda. Do të varesh gjithmonë tek ajo që ka shitësi që ti zgjedh. Pastaj është edhe një problem tjetër që bateritë që vijnë nga jashtë janë të tilla që nga ndërtimi i vet baterisë, ajo sa më shumë kohë të kaloj brenda një magazine, aq shumë vjen edhe degradohet dhe ulet dhe kapaciteti i saj. Ndërkohë, një bateri që është e bërë vetë nga fillimi ka pila të reja, të cilat do ti i merr maksimumin e mundshëm të jetë gjatësisë së saj. Kuptoj. Cila ka qenë sfida më e madhe që keni përballuar deri tani si startup në Shqipëri? Mendoj zgjidhja më e madhe ka qenë të bënim të tjerë të na besonin, pasi duke qenë se si unë dhe ortakët e mi jemi në një moshë të re dhe nga njerë është ajo skepticizmi që një djalë i ri që vjen me një ide të re, a do ketë mundësi ta bëj apo jo. Por besoj me punën që kemi arritur deri tani kemi krijuar edhe një farë reputacioni për punën që bëjmë dhe cilësinë që kemi. Ke pasur ndonjë moment që e mban mend si këtu na iku truri, po pastaj e zgjidhem? Besoj kemi pasur mjaftuar shumë, pothuajse në çdo projekt që ne bëjmë ka gjithmonë ato momente, si thua, detajet e vogla të cilët ose ta prishim punën ose ta çojmë punën në qiell. Po besoj momenti i fundit që mund përmend mund të jetë në një nga këto sistemet e monitorimit që kemi bërë, po kishim probleme me komunikimin mes pajisjeve me njëra tjetrën dhe ishte, si thua, një javë shumë e gjatë e cila na bëri të çmendeshim, por në fund të ditës arritëm gjenin zgjidhje dhe kjo është më e rëndësishme. Po. A ka treg të mjaftueshëm këtu në Shqipëri për robotik dhe Internet of Things apo objektivi juaj është që të dini jashtë? Besoj tregu këtu megjithëse është i vogël sa vjen edhe po rritet. Normalisht edhe si thua synimi i tregut të jashtëm është një nga ato gjëra që ne kemi konsideruar, por ka edhe diçka që që nëse ne nuk kapim tregun e brendshëm, i cili na jep mundësinë që edhe të provojmë ato që ne bëjmë, po të kemi edhe një provë që sistemet tona funksionojnë. Besoj pasi të kemi arritur një konsolidim të tregut brendshëm, ne do të shikojmë edhe mundësinë e daljes jashtë, pse jo në Ballkan dhe në Europë. Kuptoj. Nëse kthehesh tu prap në studio pas 5 vitesh, cilin projekt do të sillnit për treguar? Mbas 5 vitesh do të sillja projektin e MTB-s, robotit bujqësor, një projekt të përfunduar tani më, besoj,
dhe shpresoj gjithashtu. Pasi ende jemi në fazat e prototipit dhe jemi duke bërë prova të vazhdueshme, pothuajse çdo ditë, në mënyrë që ai të ketë cilësinë e dur dhe të jetë sa më i mirë për çdo që do e përdori, qoftë fermer, mund të përmend pikat e grumbullimit të frutave dhe perimeve e të tjerë. Okej, dhe për mbyllje, një këshill nga ti. Për dikë që ka një ide teknologjike dhe nuk di nga t'ja filloj, çfarë do i thaj? Unë do t'i sugjeroja që pasi edhe në ditët e sotme informacioni është shumë i gjerë, kërkimi në internet dhe që çdo gjë që ti kërkon të nisësh mund ta fillosh. Teknologjia është nga ato gjëra që mund ta fillosh dhe më pak dhe mund të mësosh jashtëzakonisht shumë. Kështu që unë këshilla që jap është thjesht ta provojnë, të shohin, të provojnë, të dështojnë, të mësojnë nga gabimet dhe do të gjejnë atë që ata kanë qef realisht. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe që ishte sot pjesë e Top Tech. Shumë faleminderit juve për ftesën. Edhe do të dëgjojmë ndonjëherë tjetër. Patjetër. Top Tech në Top Albania Radio. Njëherë flet radioja. Po ashtu dhe klientët e Vodafone Albania mund të pyesin vetëm një herë dhe marrin direkt zgjidhjen për çdo nevojë që kanë. Në Vodafone Albania çdo pyetje, çdo kërkesë ka vlerë, ndaj dhe përgjigjja jepet brenda afatit të premtuar. Zgjidhjen që klienti e kërkon e ndjek një person i dedikuar nga fillimi deri në fund të procesit. Nëse kontaktoni përmes linjës 140, nëse shkoni në një nga dyqanet Vodafone apo dhe përmes asistentit virtual, çdo kërkesë juaja do të marrë përgjigje efikase, me një kujdes të përkushtuar pas varritje, pa kthim mbrapa dhe pa ju humbur kohë. Pyet një herë në Vodafone Albania dhe do ta kuptosh vetë filozofinë që bën diferencën. Okej, jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe tani kemi startupin tjetër Sunwave. Jemi me Julkën dhe mirë se na erdhe Julka. Si je? Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën, e vlerësoj. Po bëj një prezantim, unë jam Julka Kote, jam CEO i Sunwave. Dhe prej kohësh drejtoj ekipin e palodhur, le të themi, të Sunwave-it, i cili merret me një teknologji mjaft inovative dhe le të themi një surprizë jo vetëm për tregun shqiptar, por dhe për tregun ndërkombëtar. Okej, për publikun që po na ndjek, çfarë është Sunwave dhe cili është problemi që zgjidhni ju? Sunwave është një kompani inovative në fushën e energjisë të ngrohjes, ku bazën apo le të themi strukturën e ka tek pasta magnetokalorike. Pra gjithë inovacioni i Sunwave-it qëndron pikërisht tek pasta magnetokalorike, e cila me pak ngacmim të energjisë elektrike bën të mundur që molekulat e veta të vibrojnë me njëra tjetrën dhe të ofrojnë ngrohtësi apo nxehtësi deri në 4200 gradë Celsius. 4200. Po, Sunwave ka aftësinë, ose ekipi Sunwave-it ka aftësinë që ta menaxhojë, ta kontrollojë këtë temperaturë dhe nëpërmjet formulave apo skemave që ne kemi mund të krijojmë një shumëllojshmëri produktesh për sa i përket fushës së ngrohjes. Aktualisht, le të themi, kjo teknologji është konkretizuar nëpërmjet panelit të ngrohjes Sunwave. Kuptoj, shumë interesante. Për të cilën dhe për këtë do flasim. Po. Cili është përdoruesi ideal i kësaj teknologjie? Familjet, bizneset apo edhe të dyja? Le të referohemi tashi panelit të ngrohjes Sunwave. Paneli mund të përdoret nga çfarëdo lloj konsumatori. Ne e këshillojmë që të përdoret si nga le të themi konsumatorët familjar, pra për në shtëpi, për një apartament, për një zyrë, gjithashtu edhe për institucione apo edhe për kompani private, të cilat kanë një magazin apo kanë zyra që duan të ngrohin apo kapanone të caktuara, për të cilët kanë një detyrim që duhet mbajnë një temperaturë konstante ambienti. Po, kuptoj. Ju përmendni kursim deri në 80%. Nga vjen ky kursim në praktik? Kursimi në praktik vjen sepse teknologjia jon Sunwave funksionon me ngrohjen e trupave. Pra, duke qenë se molekulat vibrojnë me njëra tjetrën, ato arrin që të japin një ngrohtësi që është i ngjashëm si dielli. Dhe kjo ngrohtësi ka aftësi që të ngrohë trupat që janë rreth e qark një ambienti. Pra nuk ka të bëjë me ajrin, por thjesht ngrohen trupat. Dhe duke qenë se ngrohen trupat dhe nuk hyn këtu në funksion ajri tira me radh, atëherë ngrohja e ambientit bëhet më e thjeshtë, më e shpejtë dhe më e qëndrueshme. Përse kjo mënyrë ngrohje konsiderohet më e shëndetshme se ngrohja tradicionale? Sunwave ofron një ngrohje më të shëndetshme sepse sikurse e përmenda më sipër,
teknologjia që ne kemi ngroh objektet, pra jo ajrin. Në momentin që nuk kemi të bëjmë me një ajër që hyn në një pajisje dhe qarkullon po i njëjti ajër dhe në atë ajër mund të jenë të kontaminuar ose mund të ketë mikroorganizma të dëmshëm për njeriu, atëherë këtu e kemi të eliminuar problemin, që kemi problemin me ajrin. Përveç kësaj, ne produktin e kemi testuar dhe kemi certifikuar dhe rezulton që ky produkt nuk emeton lëndë të dëmshme në ajër. Pra përveç se nuk qarkullon ajrin e dëmshëm, edhe vetë ky produkt nuk emeton substanca të dëmshme për organizmin e njeriut apo për të dëmshme për mjedisin. Dhe kjo e bën ato që të jetë shumë i shëndetshëm dhe shumë i sigurt për përdorim. Shumë nice. Panelet deklarojnë dhe pa mirëmbajtje. Sa jetë gjatë janë realisht? Panelet realisht janë pa mirëmbajtje, sepse si fillim, le të themi që kemi imagjinojmë sikur kemi një pikturë. Paneli Sunwave është si një pikturë, që ne e marrim, e vendosim, pra instalojmë fare thjesht në mur dhe direkt e vendosim në prizë. Që do të thotë se këtu, me kaq sa unë përmenda, ne nuk kemi tuba, nuk kemi elektromotor të jashtëm, nuk kemi filtra, pra nuk ka mirëmbajtje. Ne thjesht, nëse ne e montojmë ashtu sikur se duhet, sipas udhëzimeve që jep kompania Sunwave, atëherë jetëgjatësia e vet mund të shkojë, domethënë mund të kalojë dhe pritshmëritë që ne kemi. Për konsumatorin, ne ofrojmë 5 vite garanci, por që sikur se përmenda, nëse ai instalohet dhe mirëmbaj ose le të themi përdoret ashtu sikur se duhet, i te i kalon pritshmëritë edhe 5 vite, 10 vite edhe më gjatë. Interesante. Kështu që si instalohet një nga këto panele? Duhet një specialist apo thjesht e vendos vetë edhe fut prizë? Kemi disa mënyra. Nëse ne thjesht duam që ta vendosim panelin në një shtëpi ekzistuese, pra në një ambient ekzistues, mjafton që ne me 2 vida në mur e varim sikur se thash si një pikturë. Po, si një pikturë dhe vendosim direkt në prizë. Pastaj kemi dhe opsionin sepse shumë ndërtesa tashmë janë bërë edhe smart, pra teknologjia ka avancuar edhe njerëzit le të themi përkrajnë ose përqafojnë edhe mënyrat që janë moderne ku janë edhe smart me wireless e tjerë me radhë. Ne kemi mundësi që ose sugjerojmë që ky panel të montohet edhe me një termostat që mund të jetë inkaso. Në momentin që duam të bëjmë punime për një termostat inkaso, atëherë këtu rekomandojnë që të jenë teknik apo specialist që i përjashtojnë të gjitha montimet e gabuara. Por që le të themi për kushtet normale instalohet fare thjesht si një pikturë. Ju madje keni edhe një aplikacion me që ka lidhje edhe me smart home-in. Në fakt ne nuk e kemi drejt për drejt aplikacionin, por ne sugjerojmë dhe rekomandojmë që paneli jon gjithmonë të jetë i lidhur me një termostat. Termostati që ne sugjerojmë është smart. Smart në mënyrë, pra pse kemi zgjedhur, në mënyrë që njerëzve t'u lehtësojmë përditshmërinë, t'u lehtësojmë përdorimin. Pra edhe nëse ata janë në distancë, mund ta komandojnë nëpërmjet këtij termostati smart, ku vetë termostati ka aplikacionin që ti e shkarkon në telefon, dhe ti në distancë e komandon duke përcaktuar aty kohën e ndezjes, kohën e fikjes, pra ciklin, le të themi të ngrohjes, përcakton temperaturën që ti do në ambient, ose fare mirë mund të bësh fikje ndezjen sepse je larguar me pushime dhe nuk do që kjo pajisje të funksionojë, edhe pse nëse funksionon, konsumi është aq minimalist, sepse ky panel konsumon vetëm 500 watt në orë. Pra, i bie 1 kilowatt në 2 orë. Një kondicioner për shembull. Nuk dua të bëj krahasime sepse secili ka në shtëpinë e vet pajisje për ngrohje të cilat kanë fuqi të ndryshme. Por duke krahasuar me, le të themi, ngrohësat e tjerë që alternativ, pajisja jon e Sunwave-it konsumon deri 80% më pak, pra kursen, 80% krahasuar me, le të themi, ato që ti përmende. Shumë inovative. Për një dhomë pak më të madhe, le të themi, a mjafton vetëm një panel apo thjesht vendosen disa në vende ndryshme? Çdo gjë është në varësi të dhomës dhe të dëshirës patjetër. Një panel tipik standard që ne kemi në treg tashmë është i përshtatshëm për një dhomë 20 metër katror, por nëse është në kushtet ideale të duhura të izolimit, atëherë edhe 25 metër katror e mbulon pa asnjë lloj problemi.
Pastaj, në qoftë se ambienti apo sipërfaqja është më tepër se sa kaq, patjetër që ne sugjerojmë dhe rekomandojmë që të ketë 1 apo 2 apo 3 të tjerë ekstra, të cilët mund të lidhen dhe nëpërmjet një termostati dhe nga aplikacioni ti çfarë bën? I kontrollon të gjitha në një kohë, i fik, i ndez etj. Me radhë. Si ka reaguar publiku shqiptar ndaj kësaj teknologjie të re? Publiku shqiptar Ka pasur kuriozitet apo patjetër kuriozitet ka në maksimum. Ku e shohim ne këtë? E shohim sepse sa herë kemi marrë pjesë në përpanajire apo bëjmë organizime, njerëzit vijnë, pra konsumatori vjen, e shikon, e prek nga afër. Dhe kjo është ajo që ne duam, është që konsumatori të vijë të afrohet, ta preki nga afër, ta ndjejë këtë teknologji në mënyrë që ta kuptojë. Skeptik patjetër që do të jenë, edhe ne mirë kuptojmë, sepse është një teknologji dhe inovacion i ri jo vetëm për në Shqipëri, edhe në botë. Në krahasim me konsumatorin e huaj, le të themi, shqiptarët janë një çik më të tërhequr dhe mendohen disa herë. Nuk e përqafojnë rësimin. Nuk e përqafojnë direkt. Lidhet me shumë arsye, pa diskutim, ndërsa në tregun e huaj, sepse ne tashmë jemi edhe në tregun ndërkombëtar, e mirëpresin më mirë, plus edhe nga fakti që është e shëndetshme. Pra, është eco-friendly dhe kjo publikun e huaj e tërheq më tepër, krahasim me publikun shqiptar që janë më tepër të fokusuar edhe tek konsumi. Pra në momentin që ne i themi është konsumi i ulët i energjisë dhe që ngrofja është shumë e mirë, e marrin. Na ka ndodhur diçka tjetër që kam shumë dëshirë ta përmend me publikun, me konsumatorin shqiptar që e merr e teston dhe na rizgjedh. Pra, çfarë bëjnë? Marrin një panel, e shohin që realisht ato se çfarë ne flasim edhe çfarë ne reklamojmë apo Sunwave i përfaqëson dhe e rizgjedhin. E marrin sërish për dhomat e tjera që kanë në shtëpi apo për shtëpi të tjera që mund të kenë për të afërmit e tyre. Super. Ku janë vendosur më së shumti panelet deri tani? Në shtëpi, biznese apo dhe institucione? Deri tani, duke referuar shitjeve, më tepër panelet janë të fokusuar ose le them blerësit janë ata që duan ta montojnë në shtëpia. Në shtëpi, në apartamente, në zyra. Edhe në biznese, sigurisht që ka biznese që e kanë përqafuar dhe kanë bler këtë produkt, por le të themi shitja më e madhe është realizuar tek konsumatori që ka përdorur për në shtëpi. Për institucione ende nuk kemi filluar. Pra flasim gjithmonë për territorin apo le të themi shitjet në Shqipëri. Ende nuk kemi filluar me institucionet, është një punë tjetër që ne në fakt e kemi në planet e 2026-s që të përfshihemi edhe tek pjesa e institucioneve, por deri tani konsumatori në shtëpi, dal nga dal. Ku e shikoni Sunwave-in pas 5 vitesh? A synoni, domethënë, zgjerim akoma më shumë në tregun ndërkombëtar? Patjetër, qëllimi jonë është të bëhemi, le të themi, brand ose lider për sa i përket ngrohjes së shëndetshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në tregun ndërkombëtar. Ne përveç se jemi aktualisht në Shqipëri, jemi në Kosovë, fizikisht, jemi në Suedi, jemi në Amerikë. Dhe kam shumë dëshirë që të theksoj që tashmë jemi edhe me shitjet online. Pra jo vetëm në Shqipëri, ku njerëzit mund të porosisin një panel, qoftë në faqet tona zyrtare Instagram apo Facebook Sunwave Albania, por edhe nëpërmjet webit ton, që është www.sunwave.group. Të njëjtën gjë kanë mundësi që edhe konsumatorët ndërkombëtar, pra që jetojnë në gjithë vendet e botës, mund ta porosisin online dhe ne ja dërgojmë brenda, le të themi, një javë apo 2 javësh me postë private. Super. Dhe si përmbyllje, nëse dikush sot po mendon të ndryshojë mënyrën e ngrëhes, cila është arsyeja kryesore pse duhet të zgjedhë Sunwave? Nëse dikush do të ndryshojë mënyrën se si duhet të ngrohet në shtëpi, patjetër që duhet të zgjidhë Sunwave për benefitet që ka. Si fillim, ne thamë që është një produkt i certifikuar. Pra ne kemi bërë certifikimet e duhura, jo vetëm në laboratore gjermane, por dhe më mbar dhe të tjerë për sa i përket eficiencës. Pra që është një produkt që ne kemi të garantuar që konsumon më pak krahasuar me ngrohësa të tjerë në treg. Përveç kësaj ofron një ngrohje të shëndetshme, që e theksoj,
Arsyeja e tretë është që është një ngrohje ekonomike, pra që tham kursen, dhe duke marrë parasysh që edhe në tregjet e huaja apo për sa i përket rregulatorëve të shteteve të huaja që janë duke u distancuar nga ngrohësat me lëndë djegëse, Sunwave është një zgjidhje ideale. Përveç kësaj është e bukur për tu parë sepse ti Si pikturë. në një farë mënyre përveç se ngrofesh edhe ke vendosur një pikturë dhe e ke zbukuruar pak ambientin tënd sipas dëshirës, sepse ne kemi mundësi edhe ti personalizojmë. Pra përveç se ofrojmë ngrohjen, ti nëse ke dëshirë mund të pikturosh, vendosim pra mund të vendos Mona portretin Lisën, tënd, Mona Lisën patjetër, familjen, apo një peizazh tënd të preferuar që ka ngelur në kujtesë, e pikturon dhe ai Mund ta kujtimi jo di personalizoj, bukur edhe po. të ngrof, pra e personalizon. Kuptoj. Ylka, shumë faleminderit që ishe sot pjesë e Top Tech dhe besoj i mësuan disa gjëra të reja sot dëgjuesit. Unë të falenderoj shumë për ftesën edhe një herë, jam shumë falenderuese ndaj Agjencisë Startup Albania që na ka mundësuar edhe financimin apo mbështetjen me një grant dhe nëpërmjet i grantit ne patëm mundësi që të zhvillojmë webin ton për sa i përket shitjes në Shqipëri. Gjithashtu falenderoj edhe një herë konsumatorët që na kanë zgjedhur, falenderoj shumë stafin tim që është i palodhur dhe patjetër jam mirënjohës edhe co-founderëve Joanis Vasiliu dhe Ralf Hoxha, të cilët më kanë dhënë mundësinë që të jap më të mirën time në drejtimin e kësaj kompanie. Shumë faleminderit. Sukses. Falenderoj. Atëherë ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do dëgjohemi në episodin tjetër me gjëra akoma më interesante. Ciao.